Horoskopi javor 10 deri në 16 gusht 2026. Gjithçka, dashuria, puna, para, shëndeti, të gjitha për ju në këtë video. Le të fillojmë me shenjën e parë, me dashin. Java e datave 10 deri 16 gusht do të jetë me të vërtet një javë e madhe për jetën tënde sentimentale. Planeti i dashurisë dhe pasionit është pozicionuar në mënyrë fantastike për ty. Me diellin, Jupiterin dhe Mërkurin të mbledhur në shtëpinë tënde të pestë të romancës, vëmendja jote do të jetë e gjitha tek ndjenjat dhe argëtimi. Ngjarja kryesore e javës është eklipsi diellor i së Mërkurës, i cili ndodh po ashtu edhe tek kjo shtëpi e dashurisë. Eklipset diellore mund të sjellin fundin e diçkaje të vjetër, por gjithashtu hapin rrugën për fillime të reja. Nëse ti je vetëm, ky është një nga momentet më të mira të vitit për të takuar dikë të ri, sepse pothuajse të gjithë rreth teje janë të fokusuar tek dashuria. Megjithatë, duhet të tregosh pak kujdes të hënën më 10 gusht. Për shkak të përplasjes së Afroditës dhe Neptunit mund të ketë konfuzion, paqartësi ose premtime që nuk mbahen. Nëse diçka nuk e kupton ose mund të duket pak e dyshimt, mos u nxito. Thjesht pyet, kërko sqarime, sepse do t'i marrësh ato. Fatmirësisht, hëna e re e së Mërkurës lidhet me Saturnin, gjë që të ndihmon t'i mbash këmbët në tokë edhe pse Marsi te gaforja nxit pasionet. Në punë dhe në përditshmërinë tënde, lidhja mes Mërkurit dhe Uranit do të hapë syt ndaj mundësive të reja, mënyrave të reja të menduarit. Do të ndjesh një dëshirë të madhe që të nisësh gjëra që të pëlqejnë, të ecësh përpara me hapa të sigurt. Sektori i financave, situata në këtu bëhet e stabilizuar, por konfuzioni i së hënës kërkon që të mos bësh blerje apo investime me ngut pa u siguruar mirë për detajet. Për shëndetin, energjia jote do të jetë në rritje gjatë gjithë javës. Sidomos ruaj ekuilibrin dhe mos ngarko veten me paqartësitë e ditëve të para. Demi, kjo javë sjell ndryshime të rëndësishme që lidhen me familjen dhe ambientin ku jeton. Eklipsi diellor i së Mërkurës më 12 gusht do të aktivizojë shtëpinë tënde të katërt, duke krijuar një kuadrat me diellin tënd. Kjo shpesh sjell tensione, vështirësi ose konflikte të vogla me pjesëtarët e shtëpisë. Ndaj, përgatitu që gjërat të bëhen me pak seriozitet dhe me mirëkuptim. Përplasja e Mërkurit me Plutonin të martën nuk do të ndihmojë shumë, sepse ky nivel energjie e bën shumë të lehtë që të humbasësh duruan edhe për gjën më të vogël. Por diçka e mirë që duhet të bësh këtë javë është që të jesh i durueshëm dhe të ruash qetësinë. Mund të ndjesh ngazëllim për mënyra të reja se si mund të përmirësosh gjëra në shtëpi, apo për ta zgjeruar atë, të bësh riparime, ose ndoshta të planifikosh diçka që duhet rinovuar. Mund të kesh biseda familjare për një lëvizje rezidenciale ose për zgjerimin e familjes. E vërteta është sepse po zbret në dimensione më të vogla dhe po lë më njanë gjëra të vjetra, çdo gjë është e mundur të ndodhë. Në punë, Marsi i zjarrt
sapo ka lëvizur në shtëpinë tënde të tretë duke përshpejtuar jashtëzakonisht ritmin tënd të përditshëm. Do të jesh shumë i ngarkuar. Jo vetëm që do të flasësh me të gjithë dhe do të merresh me takime dhe punë ditore, por do të kesh një dëshirë të madhe t'i ndash idetë tua me forcë bindëse. Kjo është fantastike nëse ti je një person që merret me marketing, shitje apo prezantime. Në financa, procesi i lirimit nga gjërat e tepërta do të ndihmojë të ribalancosh buxhetin dhe të kesh më shumë kontroll mbi shpenzimet e tua. Shëndeti. Niveli i lartë i stresit rreth mesjavës kërkon që të kujdesesh pak për sistemin nervor. Mëso të bësh një hap pas kur ndjen se situata po nxehet. Në dashuri, nëse je në një lidhje, duhet të tregosh maturi gjatë ditëve të mesjavës, duke mos lejuar që debatet e shtëpisë të ndikojnë negativisht tek marrëdhënia juaj. Binjakët. Binjak, kjo javë është magjike për ty. Meqense ke tashmë 3 planet tek shtëpia jote e tretë e komunikimit, eklipsi diellor i sëmërkurës më 12 gusht bashkohet me ta. Kjo do të thotë se komunikimi do të jetë akoma më i rëndësishëm se zakonisht në këtë javë. Eklipsi do të sjellë ndryshime në rutinën tënde të përditshme dhe do të energjizojë mënyrën se si shprehesh. Do të kesh ide të mëdha. Mund të jesh shumë i ngazëllyer me një projekt kreativ ose mund të përfshihesh më shumë me fëmijët. Interesi yt mund të rritet tek bota e argëtimit, teatri apo mikpritja. Mund të bësh diçka që e ke bluar në mendje gjatë viteve të fundit, si një ngjarje sociale, një kurs i ri, mësimi i një gjuhe të huaj, apo gjëra që do ta zgjerojnë botën tënde. Në dashuri më 10 gusht, Afrodita krijon një lidhje me Plutonin në shtëpinë tënde të dashurisë. Kjo e bën të hënën një ditë të mrekullueshme për të kaluar me personin që do. Nëse nuk ke partner, energjia është e duhur për të takuar dikë të ri në lagjen tënde ose në ambientet që frekuenton. Në financa dhe në punë, gjatë 2 muajve të ardhshëm do të punosh pa u ndalur për të bërë para, kryesisht sepse po shpenzon më shumë për planet e tua të reja. Marsi do të japë të gjithë forcën e nevojshme për të qenë produktiv. Shëndeti i mirë, por mendja duhet të jetë vazhdimisht në lëvizje me ide të reja. Prandaj, do të duhet të gjesh kohë për të shkëputur nga ekrani dhe nga ngarkesat mendore. Gaforria. Marsi hyn në shenjën tënde këtë javë. Ai do të qëndrojë aty deri në fund të shtatorit, diçka që ndodh një herë në 2 vjet. Meqense Marsi përfaqëson energjinë dhe veprimin, do të jesh më energjik dhe më i drejtpërdrejtë, si dhe më aktiv në çdo aspekt të jetës tënde. Do të punosh fort për të çuar përpara interesat dhe ëndrat e tua. Nuk do të hezitosh të mbrosh veten, si në punë apo edhe në shtëpi. Do të kthehesh si të thuaç në një luftëtar për të drejtat e tua dhe të të tjerëve. Energjia jote fizike do të jetë shumë e lartë. Kjo do të thotë se do të arrish të realizosh shumë gjëra, edhe pse mund të duket pak tek të tjerët sikur i urdhëron. Por bëj kujdes me tonin se ndoshta mund ta marrin si urdhër. Nëse i thua me një ton miqësor dhe të butë, mund ta marrin si këshill. Në dashuri, eklipsi i sëmërkurës lidhet direkt me ndjenjat e tua të vetvlerësimit dhe vlerave personale. Marsi
që hyn në shenjën tënde të rrit emocionet, por gjithashtu të bën të ndihesh më i guximshëm dhe më pasionant. Mes datave 12 dhe 15 gusht, ke ditë shumë pozitive. Nëse ke patur probleme, keq kuptime në marrëdhënie, janë pikërisht këtë ditë dhe kjo javë shumë të favorshme që gjërat të sqarohen. Në punë dhe në financa, eklipsi diellor i kësaj jave do të ndezë ide të mira dhe fantastike për të bërë para. Ai gjithashtu mund të tërheqë mundësi të reja fitimi që do të përmirësojnë gjendjen tënde ekonomike. Për sa i përket shëndetit, fiziku yt do të jetë i fuqishëm, por nga që energjia është e lartë, kujdes nga nxitimi, pakujdesitë fizike apo ngarkesa e tepërt e nervave. Luani. Mund ta themi me gojën plot që java është e gjitha e jotja, i dashur Luan. Vëmendja kryesore është mbi ty, sepse dielli është në shenjën tënde. Mërkuri është në shenjën tënde gjithashtu për herë të parë pas 12 vitesh, dhe Jupiteri me fat ndodhet tek ti. Si të mos mjaftonte kjo, eklipsi diellor i së Mërkurës më 12 gusht ndodh pikërisht në shenjën tënde. Kjo është hëna e re e ditëlindjes, por me që është eklips, energjia është super e ngarkuar. Është koha të besosh te shpresat që ke ushqyer prej kohësh, por të mendosh se duhet t'i realizosh. Është koha gjithashtu të shikosh dhe ide që ke lënë me njanë, që ndoshta të janë dukur si fantazi apo si ëndra të parealizueshme. Është koha të bëhesh serioz dhe të marrësh një përkushtim ndaj ëndrave të tua. Shanset e tua për sukses janë shumë të mëdha nga ana e yjeve, ndaj mbetet në dorën tënde ta shfrytëzosh këtë mundësi. 2 vitet e ardhshme do të jesh në periudhën e korrjes së punës që ke bërë vitet e fundit. Në dashuri, kjo javë është fantastike për të shprehur ndjenjat e tua më të thella. Shkëlqimi yt do të tërheqë vëmendjen e të gjithëve dhe mund të hapë kapituj të ri pasionant. Në punë dhe në karrierë, çdo gjë që do të nisësh këtë javë do të ketë një ndikim afatgjatë. Je në pikën ku imazhi dhe autoriteti yt kulmojnë. Gjithashtu dhe ana financiare do të ndjekë një val suksesi, por kërkohet që të bësh plane të qarta për të ardhmen. Për sa i përket shëndetit, Marsi hyn në Gafore, që është shtëpia jote e 12 e nëndijes. Të martën, kjo mund të çojë në lodhje emocionale, nëse nuk i mat forcat dhe nuk i jep vetes kohë për të pushuar. Prandaj, balancoj gjithçka. Energjia është shumë e lartë, por kujdes vende. Megjithatë, mund të themi që Luan ti je kryefjala këtë javë. Virgjëresha. Me qenë se po afrohet ditëlindja jote, kjo do të thotë se viti yt personal po vjen në fund. Eklipsi diellor i ditës së Mërkurë më 12 gusht ndodh në shtëpinë tënde të 12, e cila sundon vetminë, sekretet dhe mendimet e thella. Kjo sinjalizon se po mbyll një kapitull dhe po përgatitesh të hapësh një tjetër. Shpesh kjo përkthehet me një lloj çlirimi nga e kaluara, prandaj është kohë perfekte për të lënë me njanë ngarkesat emocionale dhe disa gjëra që i ke si kufi, që të pengojnë, të kufizojnë. Përkujdesi për shëndetin tënd gjatë kësaj jave.
Mund të kesh dëshirë që të kalosh pak kohë vetëm. Eklipsi mund të nxjerrë në sipërfaqe ankthe të varrosura apo pengje të vjetra, por është momenti ideal gjithashtu për të liruar nga këto mendime negative që mund të dëmtojnë edhe një marrëdhënie. Megjithatë, nuk do të rrish duar kryq, sepse Marsi i zjarrt ka lëvizur te shtëpia jote 11, duke nxitur aktivitetet me miqt dhe grupe. Kjo do të thotë që është një kohë e shkëlqyer për të menduar për synimet e së ardhmes. Dil në aktivitete fizike, sporte dhe gara, bashkohu me të tjerët në natyrë. Në financa do të kesh një dëshirë për të blerë gjëra të bukura. Ndoshta kërkon të zëvendësosh një pjesë të garderobës, të blesh bizhuteri apo objekte arti, pra do t'i japësh një kuptim të bukur jetës tënde. Në punë, fokusohu tek mbyllja e punëve të mbetura pezull përpara se të nisësh projekte të reja. Për shëndetin, kërkohet qetësi mendore, më shumë gjumë dhe përkujdesje ndaj vetes për të mbrojtur sistemin imunitar. Peshorja. E dashur peshore, ti je një shenjë sociale dhe eklipsi diellor i kësaj jave është shumë i favorshëm për ty, sepse ndodh në shtëpinë tënde të 11. Ky eklips tërheq fillimin e misive të reja, përfshirjen në grupe dhe rolin tënd në komunitet. Ndoshta do të mendosh disa synime serioze afatgjata. Hëna e re do të ndihmojë të gjesh njerëzit që mendojnë si ti. Diçka e rëndësishme, sepse ke nevojë për t'u lidhur me të tjerët. Në dashuri, Afrodita ndodhet në shenjën tënde deri në 10 shtator, diçka që ndodh një herë në vit. Sa herë që Afrodita është tek ti dukesh se ndihesh shumë mirë, madje më mirë se zakonisht, dhe të tjerët tërhiqen nga ti si një magnet. Të hënën, më 10 gusht Afrodita takohet me Neptunin dhe ndoshta do të jetë një ditë konfuze ose dekurajuese, por përveç të hënës, ke dritë jeshile për pjesën tjetër të javës. Eklipsi i së mërkurës ndodh tek shtëpia e dëshirave dhe shpresave, prandaj përqendrohu tek gjërat që do me të vërtetë. Në punë, Marsi i zjarrt, për herë të parë pas 2 vitesh, ka lëvizur në majën e hartës tënde, duke të zgjuar ambicje. Ti e ke seriozisht punën tani. Për më tepër, do të jesh i organizuar në punë. Gjërat i merr me seriozitet dhe përkushtim. Financat. Kjo është një periudhë e shkëlqyeshme për të blerë gjëra të reja, si rroba, apo ndoshta për të investuar në imazhin tënd. Shëndeti është i mirë, pasi rritja e vetbesimit dhe kujdesit për veten do të jap energji pozitive. Akrepi. I dashur akrep, ti le një përshtypje të jashtëzakonshme tek të tjerët tani, sepse Dielli, Hëna, Mërkuri dhe Jupiteri janë të gjithë në majën e hartës tënde astrologjike. Kjo përmirëson imazhin tënd në syrin e botës dhe mënyrën se si të shohin të tjerët, që mund të jetë ose jo e vërteta asaj që ndodh realisht në jetën tënde. Sigurohu që të lësh përshtypje fantastike. Eklipsi së Mërkurës te kjo shtëpi sjell njohje më të madhe për atë që bën, një punë të re, një ngritje në detyrë, apo lançimi i diçkaje të re.
një libër, shfaqje apo festë e madhe. Në dashuri, nëse ke patur diçka që nuk po funksionon, mund të zgjedhësh të japësh fund këtë javë. Personalisht, mund të përfshihesh me një figurë autoritare, ndoshta një marrëdhënie me eprorët. Fatmirësisht, Marsi që hyn në gafore është shumë pozitiv për ty, pasi kjo është një shenjë mjaft e përputhshme. Do të ndihesh më mbrojtës ndaj personit që do si dhe zemrës tënde. Akrepët që janë vetëm duhet të mbajnë sytë hapur sepse energjia është e duhur për të takuar dikë që jeton në qytet apo në një shtet tjetër dhe këtë mund ta bëjë gjatë një udhëtimi. Financat do të lulëzojnë nga suksesi profesional dhe rritja e dukshmërisë tënde para të tjerëve. Përshëndetje, ngarkesa e madhe në punë kërkon që të mos harrosh pushimin fizik për të shmangur konsumin tënd. Shigjetari. I dashur shigjetar, ajo që po ndodh tani është shumë e favorshme, sepse ti je udhëtari i zodiakut dhe aktualisht ke një grumbullim planetësh te shtëpia jote e nëntë e zgjerimit, e cila përforcohet nga eklipsi i fuqishëm diellor i së mërkurës më 12 gusht. 5 ngjarje planetare të bëjnë të duash të udhëtosh. Nëse mund të ikësh diku, bëje menjëherë, por nëse nuk mundesh, bëhu turist në qytetin tënd. Çfarë do të thotë kjo? Zgjeroje botën tënde personale përmes filmave, studimeve apo duke folur me njerëz tërheqës me kultura të ndryshme. Mund të hulumtosh mundësi në mjekësi, në arsim, në botime, pra gjëja që kërkojnë anën intelektuale, pasi kjo energji ta favorizon. Në dashuri, kjo është një javë fantastike për të ndërmarrë një udhëtim ose për të takuar personin e zemrës. Nëse je çift mund ta bësh udhëtimin me njeriun që ke, por nëse je single mund ta takosh diku në udhëtim personin e duhur. Pozicionet planetare të bëjnë gjithashtu të kesh interes të thellë për pikpamjet filozofike të partnerit lidhur me jetën. Do të dëgjosh dikë, pikpamjet e të cilit do të përputhen me të tuat. Në përgjithësi është një javë e mrekullueshme për mundësi argëtimi dhe aventura. Në punë dhe financa, Marsi i zjarr mund të nxjisë disa mosmarrëveshje apo debate për trashëgimi, prona të përbashkëta apo ndarjen e parave. Mund të duhet të rivlerësosh pozicionin tënd për diçka. Marsi gjithashtu do të rrisë pasionin tënd në çdo aspekt. Shëndeti do të ketë energji të lartë, por kujdes gjatë lëvizjeve apo udhëtimeve që të mos nxitosh, pasi nga nxitimi mund të pësosh ndonjë dëmtim. Bëj kujdes. Britsjapi. I dashur Britsjap, kjo javë për ty është me disa sfida, sepse Marsi i zjarrt në gafore, që është shenja jote përballë dhe shtëpia jote e partnerit do të qëndrojë deri më 27 shtator, ndërsa kjo mund të rrisë energjinë dhe dëshirën tënde për marrëdhënie, ajo nga ana tjetër krijon tension me partnerin, ndoshta edhe disa shenja agresiviteti tek ti. Më shumë se kaq në marrëdhëniet të përditshme, mund të shkaktojë dhe nervozizëm dhe ndonjë debat. Ana pozitive është se kjo do të jap guximin dhe mundësinë për t'i vendosur letrat mbi tavolinë dhe për të treguar se cilët janë pakënaqësitë e tua. Eklipsi diellor i datës 12
ngusht ndodh në shtëpinë tënde të tetë. Nëse një marrëdhënie ka qenë e vështirë, ajo mund të përfundojë. Por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se çdo gjë ka mbaruar plotësisht. Kjo energji shpesh vepron si rinisje ose si risit, që do të thotë se ka gjasa të nisësh nga e para në këtë marrëdhënie. Fatmirësisht, Afrodita ndodhet lart dhe të lë një përshtypje të mirë tek të tjerët. Një romancë me dikë me diferencë moshe ndoshta mund të ndodhë tek disa britsjap. Në punë dhe financa, eklipsi diellor do të vendosë në fokus pronat të përbashkëta, borxhet dhe ndarjen e pasurisë. Shëndeti kërkon që të menaxhosh streset që të vinë nga marrëdhëniet me të tjerët për të mbrojtur qetësinë tënde shpirtërore. Ujori, i dashur ujor. Një grumbullim i madh planetësh ndodhet në Luan, Dielli, Jupiteri dhe Mërkuri. Ai është shtëpia jote e 7 e partneritetit dhe këtë javë. Meqense eklipsi diellor i së Mërkurës ndodhet po ashtu në Luan, kjo mund të veprojë si një rifillim fati në një marrëdhënie të re. Thënë kjo, mund të veprojë gjithashtu si një përfundim apo rinisje e marrëdhënies ekzistuese. Në varësi të lidhjes që ke. Afrodita është tek peshorja tani, një shenjë shumë e përputhshme me ty dhe mjaft e favorshme për romancë. Mund të tërheqësh dikë të ri tani, ose dikë që ka shumë nevojë të shprehet. Marrëdhëniet me njerëzit e tu të afërt janë mbështetëse dhe të lumtura. Sepse është një vit i mrekullueshëm për ujorët që të martohen. Eklipsi përballë shenjës tënde do të bëjë të pyesësh se çfarë do të thotë një partneritet i ri, qoftë ky personal apo profesional. Në punë, gjatë 2 muajve të ardhshëm do të kesh energji të madhe për të punuar fort dhe për të qenë jashtëzakonisht produktiv. Madje do të arrish dhe rezultate të larta. Financat do të jenë të mira dhe ti do të duhet të shfrytëzosh çdo mundësi për të udhëtuar, si një shpërblim i merituar për përpjekjet e tua. Për sa i përket shëndetit, energjia jote fizike do të jetë e lartë për punë, por mos harro të marrësh pushimin e merituar përmes udhëtimeve apo aktiviteteve që të relaksojnë. Peshqit. Të dashur peshq, jeta juaj sentimentale po hyn në një epokë të re, me ardhjen e Marsit te shtëpia jote e 5 e dashurisë. Nëse je vetëm, diçka thotë se me shumë gjasa nuk duhet të presësh gjatë. Eklipsi diellor i së Mërkurës në Luan mund të jetë pak intensiv për ty, por gjithsesi do ta kesh mendjen tek romanca. Me përplasjen e Afroditës me Neptunin këtë javë, do të jetë shumë e rëndësishme të ruash arsyen të mbash këmbët në tokë për të shmangur iluzionet. Në punë, ti po punon pa u ndalur. Pas një periudhe të gjatë me kënaqësi dhe lojra, tani po punon fort. Nuk është çudi sepse këtë vit mund të përmirësosh punën tënde ekzistuese ose të gjesh një punë më të mirë. Është shumë e thjeshtë. Përvishi mëngët dhe futu me kokë asaj që po bën. Krijo gjithashtu zakone të reja që do të ndihmojnë të menaxhosh jetën në mënyrë më të lehtë. Financat do të përmirësohen si rezultat i punës tënde të palodhur dhe plot efikasitet. Shëndeti. Eklipsi i së Mërkurës do të sjellë një mundësi për të shëruar dhe për të përmirësuar shëndetin.
do të jesh më i ndërgjegjshëm për ushqimin dhe do të ushqehesh më mirë. Mbi të gjitha, një dietë e balancuar nuk është diçka shumë e egzageruar, por është diçka që të duhet ty në këtë kohë. Ky ishte horoskopi dhe ne ju urojmë të gjithëve që të keni një javë sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri, si dhe një shëndet sa më të mirë. Mirupafshim.